Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymini, rahimallahu ta'ala, Allah më shiroft dhe me gradat larta të xhenetit e gëzoft për shërbimin e madh që ka bërë Islamit dhe muslimanëve, e jep një porosi në lidhje me leximin e Kuranit. Ai thotë kështu: shumë musliman, nëse nuk them shumica e muslimanëve, e lexojnë Kuranin vetëm për bereqet dhe shpërblim. Mirë po, kjo është lexim niveli më i ulët. Thot, ajo që duhet t'jenë besimtarët, është që e nekra el Kur'ane li ne të debberahu. Duhet të lexojmë Kur'anin që të meditojmë rreth tij, wa ne të idhe bima fih, dhe të marim këshillat që janë brenda tij. Kitabun anzalnahu ilejke mubarakun, do të libër ta kemi zbrit ti që është i bekuar, kjo është shpërblimi, li yadabbaru ayatihi, që të meditojnë rreth ajeteve të tija, e kjo është fryti. Wal yatadhakkara ulul albab, dhe që të marrin mësimet ato që kanë mend. Pra shifne, Sheikh Ibn Uthaymini rahimahullahu taala e jep një këshill dhe një vërejtje lexuesit të Kuranit. Na fatkeqësisht kemi pak të atill që lexojnë për çdo ditë faqe të shumta të Kuranit. Dhe andaj duhet të jetojmë me Kur'an dhe ta lexojmë vazhdimisht atë. Por i ndan besimtar që lexojnë Kur'anin në nivele. Grada e parë janë besimtar që lexojnë Kur'anin për shpërblime dhe për të marrë bekimet e Allahut. Edhe kjo vjen automatikisht. Mirë, po kjo është niveli i parë. Niveli i dytë është që të lexojmë me meditim, me analizë dhe të marrim mësimet dhe porositë. Niveli i tretë është që ta marrim mësimin, porosin, këshillën, urdhrin, ndalesën dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë. Pra kështu i mençuri i qastet Kur'anit. Andaj kur tha wal yatadhakkara ulul albab, që të marrim mësim të mençurit kështu e lexojnë Kur'anin. Të mençurit në aspektin fetar, e lexojnë për shpërblime, analizojnë për mësime dhe i zbatojnë ato në jetën e vet dhe bëhen model për të tjerët. Andaj të dashur vëllezër besimtar të nderuam, të lexojmë sa më shumë Kur'an, që të marrim shpërblimin dhe bekimin e Allahut, që të marrim mësimin dhe porosin dhe pastaj të zbatojmë ato, edhe kështu ta zbukurojmë jetën tonë si besimtar të devotshëm dhe të bëhemi model për tjerët me fjalë, me vepra para se me qenë model për ta me fjalët dhe këshillat tona. Allahu na bëft të këtill. Zoti shpërblet dhe selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.